Para se Roma të ngrinte legionet e saj, para se Athina të fliste për demokraci, përpara se historia të shkruhej me alfabetin që njohim sot, në zemër të Ballkanit dhe përgjath brigjeve të Adriatikut ekzistonte një botë e fuqishme, një botë që nuk kishte nevojë për perandori për të sunduar, sepse ishte vetë themeli mbi të cilin u ndërtuan të tjerat. Ata nuk e quanin veten perandori, nuk kishin nevojë për këtë fjalë. Ata ishin popull të lirë, të organizuar, luftëtar dhe ndërtues. Jetonin në qytete të fortifikuara, në kështjella mbi male, në lugina pjellore dhe brigje detare strategjike. Ata kontrollonin rrugët tregtare që lidhnin lindjen me perëndimin, veriun me jugun, ishin porta e Europës. Autorët e lashtë grek i përshkruanin me respekt dhe frikë. Herodoti i përmente si luftëtar të egër, por të ndershëm. Tykididi i përshkruante si popull që nuk nënshtrohej lehtë. Dhe megjithatë, sa herë që historia u rishkrua, emrat e tyre u zbehën. Këta ishin ilirët, ose më sakt, ata që sot i quajmë ilirë, sepse emri i tyre i vërtet humbi bashkë me shekujt. Ata nuk ishin një fisi vetëm, por një bashkësi popujsh që ndanin gjuhë të ngjashme, zakone të përbashkëta dhe një mënyrë jetese që i bënte të pathyeshëm. Ata ndërtuan qytete me mure ciklopike, rrugë tregtare, porte dhe struktura që sot arkeologët ende përpiqen t'i kuptojnë. Ndërkohë që Greqia e lashtë zhvillonte filozofinë dhe artin, këta njerëz zhvillonin strategji ushtarake, organizim shoqëror dhe sisteme mbrojtëse që do t'i bënin të frikshëm për çdo pushtues. Ata nuk shkruan shumë, ose shkrimet e tyre nuk mbijetuan, por mungesa e shkrimit nuk do të thotë mungesë qytetërimi. Përkundrazi, do të thotë se historia e tyre u tregua ndryshe, me armë, me qëndres dhe me trashëgimi. Kur Roma filloi zgjerimin e saj, ajo nuk gjeti toka bosh, gjeti rezistencë. Çdo hap drejt Adriatikut ishte një betejë, çdo fitore romake kishte një çmim të lartë. Legionet romake u përballën me një armik që nuk i nënshtrohej rregullave klasike të luftës. Ata nuk luftonin në fusha të hapura sipas skemave romake. Ata luftonin nga malet, nga pyjet, nga kështjellat e tyre natyrore. Disa nga betejat më të përgjakshme të Republikës Romake u zhvilluan pikërisht këtu. Dhe megjithse Roma përfundimisht fitoi, ajo u detyrua të përshtatej, të mësonte, madje të adoptonte taktika nga këta kundërshtar. Nuk ishte një pushtim i lehtë, ishte një përplasje civilizimesh. Por historia nuk e kujton humbsin me drejtësi. Kur Roma fitoi, ajo nuk ruajti kujtimin e armikut si të barabartë, e thjeshtoi, e zvoglua, e përshkroi si barbar, sepse historia e shkruar nga fitimtarët ka gjithmonë një qëllim, të justifikojë pushtetin. Megjithatë, gjurmët mbetën në emra qytetesh, në zakone që mbijetuan, në struktura shoqërore që u përshtatën, por nuk u zhdukën, dhe më e rëndësishmja, në njerëzit që vazhduan të jetonin në të njëjtën tokë, duke trashëguar gjakun, kulturën dhe kujtesën kolektive. Shekuj më vonë, kur perandoria romake filloi të dobësohej, nga këto troje dolën figura që do ta ndryshonin rrjedhën e historisë botërore. Perandor që reformuan ushtrinë, që ndërtuan qytete të reja, që ndryshuan fenë zyrtare të perandorisë. Ata nuk erdhën nga Roma e vjetër, por nga periferitë e saj, nga toka që dikur Roma kishte tentuar ta nënshtronte. Dhe megjithatë, edhe këta burra u përfshin në narrativën romake. Origjina e tyre u errësua, u relativizua, u përthith, sepse pranimi i së vërtetës do të thoshte pranimi se Roma kishte qenë në shumë mënyra nxënësja e tyre që pretendonte se kishte pushtuar. Kjo është arsyeja pse kjo histori nuk mësohet, sepse ajo vën në dyshim themelet mbi të cilat është ndërtuar historia zyrtare e Europës. Ajo ngre pyetje të pakëndshme, dhe pyetjet e tilla zakonisht nuk përqehen nga ata që shkruajnë librat. Por historia nuk është pronë e askujt.
Ajo i përket atyre që kanë guximin ta kërkojnë. Historia nuk ndalet aty ku përfundojnë luftrat. Ajo vazhdon në heshtje, në rënoja, në emra të ndryshuar dhe në kujtesën kolektive kë një populli që mbijeton edhe kur perandorit bien. Pas pushtimeve romake, toka që dikur kishte qenë zemra e një qytetërimi të lashtë nuk u zhduk. Ajo u shëndrua, u detyrua të përshtatej, dhe në këtë proces, ajo filloi të ndikojë nga brenda vetë perandorin që e kishte pushtuar. Ndërsa Roma zgjerohej, ajo nuk sillte vetëm ligjet dhe legionet e saj. Ajo përthithte gjithçka që gjente përpara, njerëz, zakone, besime, mënyra lufte. Dhe nga të gjitha krahinat e perandorisë, ato që ndodheshin në Ballkan dhe në brigjet lindore të Adriatikut u bën furnizuesit më të mëdhenj të ushtarëve, oficerëve dhe më vonë të vetë perandorëve. Nuk ishte rastësi, ishte trashëgimi. Në shekujt që pasuan, shumë nga figurat më të fuqishme të Romës kishin rënjë nga këto troje. Burrat rritur mes maleve, të mësuar me disiplinë të ashpër, me jetë të thjeshtë dhe luftë të vazhdueshme. Ata sollën në Romë një frym tjetër, më pak luks, më shumë forcë, më pak fjalë, më shumë veprim. Këta njerëz nuk erdhen për të shkatruar perandorinë, ata erdhen për ta shpëtuar. Në një kohë kur Roma ishte e korruptuar, e dobësuar nga brendia, nga intrigat dhe nga dekadenca, ishin pikërisht këta burra që e rimëkëmbën përkohësisht. Reforma ushtarake, disiplinë e hekurt, rikthim të vlerat e sakrificës, të gjitha këto erdhen nga provincat që dikur ishin nënshtruar me forcë. Dhe megjithatë, historia i trajtoi me heshtje. Emrat e tyre u romanizuan, origjina e tyre u errësua. Ajo që mbeti ishte vetëm fama e Romës, jo burimi i fuqisë së saj. Por ndikimi i tyre nuk mbaroi aty. Me ndarjen e perandorisë dhe lindjen e perandorisë lindore, trashëgimia e këtyre popujve u bë edhe më e dukshme. Në administrat, në ushtri, në oborrin perandorak, njerëzit nga Ballkani u shndruan në shtyllën kurrizore të shtetit. Ata ishin strateg, general, komandant kufish. Ata ruanin perandorin nga valet e pushtimeve që vinin nga veriu dhe lindja. Por historia, sërisht, zgjodhi të flas pak për ta. Me kalimin e shekujve kufit ndryshuan, perandori të ranë, u ngritën strukturat e reja. Në këtë kaos, popullsia që kishte qenë aty prej mijëra vitesh vazhdoi të jetonte, të fliste gjuhën e saj, të ruante zakonet e vjetra. Ata nuk kishin nevojë për kronika madhështore. Identiteti i tyre ishte i gjallë, jo i shkruar. Kur Europa perëndimore po dilte nga errësira e mesjetës, këta njerëz tashme kishin përjetuar 10 pushtime. Ata kishin mësuar të mbijetojnë duke u përshtatur, pa u zhdukur. Dhe pikërisht, kjo aftësi për të mbijetuar, për të mos u thyer, u bë tipari që do t'i shoqëronte për shekuj me radhë. Por edhe ky kapitull, megjithse i madh, nuk u mjaftua për të ndryshuar rrjedhën e historisë së shkruar. Europa e përmendi, e lavdëroi për një kohë, pastaj e la pas. Sepse historia ka zakon të ecë përpara duke harruar ata që nuk i përshtaten narrativës së re. Megjithatë, ajo që nuk mund të fshihej ishte ndikimi. Gjurmët e kësaj qytetërimi mbetën në gjuhë, në zakone, në strukturën shoqërore, në mënyrën e të menduarit. Ato mbetën në malet që nuk u pushtuan kurrë plotësisht, në fshatrat që ruajtën emrat lashtë, në këngët që u kënduan brez pas brezi pa u shkruar kurrë. Dhe sot, pas mijëra vitesh, kur teknologjia na lejon të shohim më thellë se kurrë më parë, kur arkeologjia, gjenetika dhe studimet krahasuese po hedhin dritë mbi të kaluarën, po kuptojmë diçka të rëndësishme. Kjo histori nuk ishte një mit, ishte reale. Ajo u fsheh, u fragmentua, u deformua, por kurrë nuk u zhduk, sepse historia e vërtet nuk zhduket. Ajo pret të rizbulohet. Dhe ndoshta,
Për herë të parë pas shumë shekujsh, jemi gati ta dëgjojmë pa frikë, pa paragjykim dhe pa filtra. Kjo nuk është thjesht historia e një populli të lashtë, është historia e Europës përpara se Europa ta njihte veten.